fije ndërmjet jetës dhe vdekjes së tij e ndau emri i futbollistit ukrainas Ole Blokhin, që në vitet e 70-ta luante për ish-bashkimin sovjetik. Pas shpërbërjes së Unionit Komunist, Blokhin ishte edhe trajner i kombëtares ukrainase, kurse deri në vitin 2012 edhe i ekipit Dinamo Kiev. Genc Hoxha nga Gjakova i shpëtoi masakrës së 2 prillit 1999, kur një mercenari rus ja përmendi lojtarin e madh në përpjekje për t'i treguar se ishte sportist. Atë natë, në lagjen e parë të këtij qyteti, u vranë rreth 60 persona. Çfarë profesioni? Thashë sportist, futbollist. U kuptu dikur? Po, kuptu, adesi çfarë profesioni, po profesioni edhe tash sportist, futbollist. Edhe për me është Oleg Blokhin. Këto dyert kanë qenë me 2 kapakhe të mëdha, edhe me gjoma trasha kanë qenë, edhe këtu ata kanë kalu murin, se dera ka qenë mbyllur, mirë po muri i ult e kanë kalu murin me siguri, po edhe kanë hyrë këtu, e kanë thyr këto gjamat e korridorit, edhe kanë hyrë në shtëpi. Na kemi qenë përgjithsisht në çto dhomat këtu, me gruan e fëmijët. Gjysha me nonën kanë qenë në këtë dhomën tjetër, që është në gjithë me këtë dhomën, ndërsa baba ka qenë në këtë dhomën tjetër. Me njerë kur kanë hyrë, atëherë unë kom dorë në korridor, ai me njerë që tu më ka pështet, për muri që ka pështet që rusi. Këtu për murin, edhe deri në momentin kur edhe jenë përgatit gruaja me fëmijët ato, edhe atëherë na kanë urdhnu me dalë, këtu në korridor këtu, edhe këtu ka pështet për muri. Ka pështet për muri, edhe automatikën në qafë, edhe derisa kanë dalë gruaja me fëmijët, edhe gjyshja. Ndërsa baba me nonën kanë met këtu, nuk kanë qenë gjendën pa kushtet e kanë dalë, po edhe pastaj pozicioni i tretë, pozicioni atje ku ka thonë hajde hec për para, edhe më ka pështet për muri këtu. Këtu për muri, këtu më ka pështet, edhe ata i ka urdhnu, me dalë. Këtu ka fillu me m'bo do pyetje, une kom ngrit kredo, unë adhe nuk s'përkuptoj, polic, shokurite, do pyetje, thënë nuk përkuptoj, edhe deri kur kanë dalë gruaja me fëmijët e me gjyshin aty, ka thonë hajde hec për para, edhe më ka qitën, në rrugë, më ka thonë majtas me më këthy. Jo në rrugën djathas kur lidhet rruga me rrugë tjera, edhe prej aty, një 20 metra më ka urdhnu me hec, edhe derisa më ka thonë që unë ty nuk përdu me të mytë. Nata ndërmjet 1 e 2 prillit 1999 ishte shumë e gjatë për Hoxhën dhe gjakovarët e tjerë. Ata u deportuan në kolon nga forcat serbe drejt Shqipërisë, e shumë të tjerë edhe u pushkatuan. Shumë prej tyre as sot nuk kanë një varr. Atë natë krejt nisi me thyerjen e dyerve të shtëpisë më dhunë nga forcat serbe. Fati i tij ishte se për një qast i mbështetur për muri, kishte mbetur vetëm me ushtarin rus që i mbante automatikun te koka. Edhe këtu ai ka gjujtë në najrë 2 herë, edhe kur prej atje dikun sa ka qenë nuk e di, e ka pyta polic shakadim, ka pyta jel gotovo u kry, ka thonë po u kry. Edhe u këthyja, edhe ka vazhdu, atëherë une kom vazhdu mene, edhe kom ka përqy murin, edhe kom kalu në.
Këta hapa që së bashku bën rreth 50 metra, ishin vendimtar për jetën e ish futbollistit të klubit Gjakova, vllaznimit dhe lirisë. Genc Hoxha sot jeton i tërhequr nga publiku e shoqëria. Pas domethënë ja dy që më tërheq, domethënë që shtu prej prej opinioni, nuk e di, janë ato pasojat të seja, nuk janë